Përveç kush ju thotë që nuk bën me hop një biznes në Gjermani, pa leje qëndrim, pra Gjerman, vetëm me pasaport Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, dije që ju rën edhe s'do m'ju po me hec për para, pra s'do m'ju po të hec tutje. Thotë që aty rëni. Vllazën e motrë nuk e kam fjalën për njerëz që nuk miren me këto çështje, jep një koment se ata dikush nuk e din, nga mosdia halal e ka. Po ata të cilët munohen kishë mu bot di shumë e ju frigojnë, tjeni të bindur që e kam vish m'ju frigu nga mosdia, ose për me përfitu nga ju. Se kur po m'vini të unë, po thunë mi morën valla 20-30 euro dhe që m'lan qëto. Ta është asën dhe bëhërde, po ma lyp, pro një biznis plan e po mi lyp 100 etra, po thot qysh e ke qelë. Ta bëdim qysh po ki probleme tani me notera me sene. Kujdes se e kanë dikush një noter njëfë shumë, e bojnë një manipulim. Pe dini ju që kohët të fundit në München, në Munich, unë zonin edhe njerës të migracionit, pro të bo dallavere. Pro, boni kujdes, ju e dini që unë në këtë fusha, sa i përket çështjeve të migracionit, jam ekspert. Sa i përket çështjeve të biznisit, jam pro master dhe tu e kryt doktoraturën. Edhe i di punë pro perimet që duhet me ditë. Edhe mas pari unë e marr një leje nga Ausländerbehörde, ja plotësojmë kushtet e cilat na i kërkojnë ata me biznes plana, me çka do të lypin krejt, kur na i dhon ata një letër që e thojmë po, je orë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, ki drejt me hop, ta si ke plotësu kushtet, atëherë veprojmë. E ju mu që me qelë veç hajt, e mja po sherën tani që ke kry falc, e ke qelë njërt një anshme, pa marrë pelqim nga Ausländerbehörde, edhe me ta unë një ndales, mos me mujt moti me ardhen as në Gjermani kur. E që shjaf qeli unë, pro une jo mundësej që edhe me qatë firmin nreq letrat e juve. Kështu që s'pes gati ma shumë, shpërndone këtë video të ashujnë të gjithë, kini nevoj dikush për këshill, për ndim, pro këtë proces, +49 174 182 4060. Ose në email adres me jeti me 2 i-a oficial. official@gmail.com, pa e shkruj këto. Me respekt, Muhammed Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.